Kiara Tito bën ndryshimin drastik. Luizit ja merr mendjen fatura. Moderatorja e njohur, Kiara Tito, ka vendosur të eksperimentojë me pamjen e saj, duke sjellë një ndryshim të dukshëm në ngjyrën e flokëve. Ky ndryshim nuk ka kaluar pa u vënë re nga ndjekësit në rrjetet sociale, sidomos pas reagimit të partnerit të saj, këngëtarit të dashur për publikun, Louise Ailey. Në një postim të publikuar në Insta Story, Kiara shihet duke i kërkuar Luizit mendimin për lokun e saj të ri. Ajo e pyet me kuriozitet nëse i pëlqen ngjyra e flokëve, por përgjigjja e Luizit duket se nuk ishte ajo që moderatorja priste. Ai, me stilin e tij karakteristik plot humor, i thot se nuk sheh ndonjë ndryshim të madh. Ky reagim i papritur e habiti Kiarën, duke e bërë momentin edhe marrëgëtues për publikun që i ndjek me interes. Megjithatë, Luizi nuk e la me kaq. Në një postim pasardhës, ai vijoi me një koment akoma më shakas. Ai u shpreh se për të kuptuar ndryshimin në flokët e të dashurave apo bashkëshorteve, më parë duhet të shihni faturën, sepse aty gjendet përgjigjja e vërtetë. Ky koment i tij u prit me të qeshura dhe reagime të shumta nga ndjekësit, të cilët e din tashmë që Luizi njihet për batutat dhe sensin e humorit. Çifti Kiara-Luiz vazhdon të mbetet një ndër më të përfolurit në showbizin shqiptar. Postimet e tyre të përbashkëta shpeshherë bëhen virale, duke tërhequr vëmendjen e mediave online dhe duke u kthyer në tema diskutimi mes fansave. Ky episod i vogël, që filloi me një ndryshim në lokun e Kiarës, përfundoi si një tjetër moment argëtues i jetës së tyre publike, duke treguar edhe një herë dinamikën plot humor dhe afeksion që ata ndajnë me njëri tjetrin. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.